ngjarjesh në fakt ka ndodhur gjatë ditëve të fundit, ku duket se sulmet kibernetike kanë rinisur nga Homeland Justice. Prokuroria e përgjithshme ka mbetur pa sistem, dyshohet se një pjesë të dhënave për sa i përket dosjeve janë marrë nga ata, po ashtu edhe nga gjykata të dikastereve të ndryshme në Shqipëri. Pavarësisht se duket se institucionet janë në një heshtje totale ose pretendojnë se nuk është marrë asgjë me vlerë. Por historia ka treguar që dëmet duken pas disa kohësh. Keni një koment lidhur me këtë? Po në të gjitha rastet realisht është thënë që nuk ka asnjë dëm, nuk ka asnjë informacion me vlerë që është marrë, po gjithmonë kemi parë që te grupi Telegramit janë hedhur informacione sensitive, ose që është më e keqja, janë hedhur video të cilat tregojnë që aksesi ka qenë i plot deri në fshirjet e serverave. Kur ke akses deri në fshirje, do të thotë që ke pas akses marrë gjithçka. Komenti që kam unë realisht është që akoma nuk kemi një përgjigjes, edhe pse pas denoncimet mia në SPAK u bën arrestime, u hoqën, u pushua nga puna shumë njerëz. Kemi një drejtor të ri, Igli Tafa, që e mori me zell që kur u bë drejtori i Aksesut, Agjencisë së Sigurisë Kibernetike, që është vendosur në Aksh, që nuk po e bëjnë punën. Dhe kjo realisht është ajo që dëm më shumë, që këto njerëz pa vazhdojnë akoma dhe na hedhin hi syve me idenë që kjo është një gjë e re për Shqipërinë, teknologjia. Njerëzit nuk e kuptojnë dhe ne mund bëjmë çfarë duam. E kuptoj. Po vërtetohet realisht që paaftësia e këtyre drejtuesve edhe të mëpashmit dhe këtij që është ka qenë aq e madhe sa ata hakerat iranian vazhdojnë të kenë akses lirshëm në sistemet tona. Në fakt, ajo për cilën mora spunto për këtë intervistë ishte fakti se zonja Ibrahimaj para pak orësh doli, pra Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, doli në një deklaratë për mediat dhe pyetur edhe nga gazetarët, tha se sulmi kibernetik nuk ka bërë asgjë të pariparueshme, pra dëmet janë tërësisht të riparueshme, por nuk mund t'i ndalojmë dot këto sulme kibernetike. Mbaj mend, më korrigjon nëse jo, që kur ndodhen ato herët e para që u bë një bujë edhe më e madhe se këto të sotmet, u morën masa kundrejt një shifre shumë të madhe për të bërë mburoja të caktuara të sistemit, gjë që ishin neglizhuar, harruar ose korruptuar gjatë fazës 1. Pse sërish ne hakerohemi? Shiko, që të jemi realist, që të jesh i mbrojtur 100% në sisteme kompjuterike apo networke të teknologjisë informacionit është e pamundur. Për këtë duhet të jemi realist. Pra, pas ka pasur një fat në jetë zonja Ibrahima që pas ka thënë një të vërtet, por kjo nuk do të thotë që ne duhet të hakerohemi kaq thjesht. Sidomos pasi ke investuar, siç e the edhe ti, miliona euro, ke marrë kompani dhe i ke paguar për këtë, kompani që janë nga shtete shumë fuqishme, dhe kompani që kanë edhe emër, por faktet flasin ndryshe, që çdo gjë që është bërë edhe pas hakerimit ka qenë vetëm mbi bazën e korrupsionit. Sepse janë vërtetuar që edhe këto para që janë paguar me interesat të tjera dhe jo me interesin që të kenë një mbrojtje kibernetike për të dhënat e qytetarëve. Zonja Ibrahimaj duhet ta di që nëse ti hakerohesh 1 herë, 2 herë, 3 herë, herën e 4 gabimi edhe faji është i jote. Sepse nuk po arrin dot me të njëjtin virus, pra me të njëjtën mënyrë hakerimi, të mbrohesh për të disatën herë. Ne kishim postën shqiptare të parën që u hakerua së fundmi, parlamentin, kishim dje drejtorinë e burgjeve,
Di u botua në faqen e Telegramit të dhëna sensitive gjurmë-gjeshtërinj të disa personave dhe më sensitive se kaq që të zbulohet edhe të publikohen të dhënat të tua personale që shkojnë deri te gjurmët e gështimeve, nuk e di se çfarë mund të ketë realisht qeveria jonë në sistemet e saj. Dhe Zonja Ibrahimaj është, për mendimin tim, nga njerëzit e fundit që duhet flasi për këtë gjë, sepse ka dhënë disa miliona euro për inovacione dhe startupe që nuk ekzistojnë në Shqipëri. Pra, janë dhënë para për gjëra në ajër, mund të ishin dhënë këto para për të rinj që e duan teknologjinë, dhe ndoshta mund të kishin ndihmuar që të gjende një zgjidhje për këto hakerime, dhe ne kemi të ri dhe unë njoh personalisht, realisht, njerëz shumë të aftë që janë vetë ofruar dhe pa para për të ndihmuar, por duke qenë se korrupsioni është mbi gjithçka, janë lënë larg zgjidhjen. Nga ana tjetër, sot ka pasur një largim të drejtorit përgjithshëm të burgjeve Klevis Qose nga qeveria. Mendoni se ka lidhje me këtë gjë që si përcitove pak më herët? Pra mund të jetë zbuluar diçka dhe për shkak të parandalimit si ndodhin rëndom largimet e drejtuesve të lartë të administratës apo të institucioneve në Shqipëri? Nuk e di se më drejtën, as nuk e njoh personin, por në logjikën time, nga mënyra se si sistemet janë të ndërtuara, është personi i fundit që mund mbaj përgjegjësi për këtë gjë. Sepse s'ka lidhje fare me sistemet dhe networket, sepse ato janë të qëndërzuara në institucione të tjera. Personi që duhet të largohej dhe të arrestohej për këto hakerime, sepse është personi që ka dalë dhe publikisht dhe ka thënë që ne jemi të sigurt, dhe ka thënë për shumë herë, për shumë raste që nuk jemi hakeruar, po informacioni është i gabuar, dhe ka gënjur publikisht, ka gënjur dhe me shkresa zyrtare. Unë jam drejtuar disa herë me shkresë zyrtare drejtorit aktual Igli Tafa, dhe përgjigjet e tij janë të gjitha gënjeshtra, dhe duhet së paku të ishte larguar nga puna, dhe mendimi im është që duhet të ishte arrestuar. Pse? Sepse është personi që mori përsipër mbrojtjen të Accessku, dhe ligjërisht Accessku është institucioni që duhet të rregullojë teknikisht dhe të bëjë parandalime për hakerimet, pra është mbi institucionin e Akshit. Më pas ndryshuan ligjet dhe Akshi kaloi mbi Accessku, sot e kemi drejtues të Akshit dhe hakerimet ndodhin sërish. Dhe ndodhin në mënyrë shumë amatore, do thoja unë, sepse përdoret e njëjta metodë dhe i njëjti virus. Pra si mundet ky shkencëtar drejtues të hakerohet sërish pasi ka dalë disa herë në media, është tallur dhe me ekspertët. Kemi pasur raste ku sot flasin disa ekspert me kafe përpara, sikur janë në lokalet e lagjes. Po flasin ato ekspert realisht që ja kanë dëshmuar pas një akses apo pas një burimi informacioni, ja kanë dëshmuar hakerimet përpara se ai ta marrë vesh. Dhe ky person akoma është në detyrë, ka disa kohë që nuk po del më në publik, pas një dështimi kolosal që kishte në një nga podcastet që vetë këta kanë krijuar, dhe e pranoj me zë dhe figurë që është njëri i paaftë dhe gënjeshtar i nivelit lartë, dhe mendoj që është më keq se sa drejtuesja që ishte më përpara. Ndalemi pak këtu, sepse ka pasur një rokat me pretendimin që diçka do ndryshonte, pra diçka më e mirë do të bënte edhe për sa i përket sigurisë kibernetike. Por me sa duket, zoti Igli Tafa ka qenë i zënë duke pasur një agent komplet tjetër.
duke t'i shqetësuar për të pajtuar Ermal Beqirin me Geron Meçën, duke u thënë para të dyja palëve që askush të mos qahet në fund të ditës. Si komentoni këto zhvillime, pasi ju vetë në 2023 e keni kallëzuar në SPAK, zonjën Tafa? Unë mendoj që sistemi apo si të them institucionet e tilla si Akshi që lëvizin shumë marramëndse parash dhe janë institucione që më ka thënë një shprehje shumë bukur një senator amerikan në një video call që kisha para pak kohësh me të, për shkak të kauzës time dhe problematikave që kisha. Më tha, Gent, logjikoje kështu sa sistemi, institucione Akshit. Nëse vidhet në asfaltimin e rrugëve, ti sa mat gjerësinë, lartësinë, thellësinë, cilësinë e asfaltit dhe në kohët e sotshme mund ta gjesh në përpikmëri se sa është zhvillur për atë rrugë. Ndërsa në programim është shumë e thjeshta të shënohen 1000 orë pune, herë 100 euro ora e punës dhe del një kosto e caktuar e fryrë disa fish. Dhe është shumë e vështirë që të vërtetohet, sepse ti duhet të gjesh fakte për ato 1000 orë pune, kush ka punuar etj. Dhe çfarë ka punuar. Pra, unë mendoj që Igli Tafa tani po i lezeton roli i drejtuesit të Akshit, edhe po fillon këto metodat e korrupsionit masiv dhe po i lezeton ndryshimi i portofolit të tij. Dhe mendoj që tani po bën këto veprime të sheshojmë çdo gjë, të jemi të gjithë të qetë dhe të pastër, edhe të vazhdojmë edhe një herë me qetësi, se askush nuk flet, edhe mund bëjmë çfarë duam në institucione. Nga ana tjetër, a keni besim se SPAK do t'i shkojë deri në fund kësaj çështje, këtij hetimi? Unë them drejtën, nuk kam pas asnjë ditë besim te SPAK-u, por duke qenë se u trumpetuar në masë që SPAK-u është lëvizje e re e drejtësisë, u drejtova me dosje dhe me kallëzim pranë SPAK-ut, dhe nuk kishte nevojë as për hetim, sepse gjithë faktet i kisha çuar gati. Mjaftonte vetëm të vërtetonte që këto gjëra janë të sakta, janë të vërteta apo jo. Pra nuk kishte nevojë për hetim, se ishin aty të dhënat, fatuar dhe çdo gjë. Dhe mbeti për 3 apo 4 vite dosja pa lëvizur, derisa plasi sherri mes drejtuesve të PS-s, Belinda Ballugut edhe Edi Ramës, që u hap dosja sërish. Dhe po të them që nëse SPAK-u do ishte i vërtet, Igli Tafa nuk do ishte drejtues, sepse ka dosjen atje për shpërdorim detyre, për mosbarazi, për mashtrim si drejtues i një institucioni të lartë i shtetit dhe për shkelje të sigurisë kombëtare.